Ja se çfarë i ndodh tretjes, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni një kastravec çdo ditë. Kastravecet janë një nga perimet më të njohura të kopshtit, sidomos edhe i përdorur në forma të ndryshme. Teknikisht ato janë një nga frutat e të njëjtës familje me shalqinin, kungujt, por shumë njerëz i konsiderojnë ato si perime. Kastravecat janë vendase në Azi, kanë një shije të lehtë si pjepri dhe ndonjëherë mund të jenë edhe pak të hidhur. I gjitha i ujit i kastravecit ndihmon që të mbani veten të hidratuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Plus, rritja e fibrave që ju japin ju ndihmon të qëndroni të rregullt dhe të shmangni kapsllëkun. Vitamina K ndihmon në mpiksjen e gjakut dhe mbajtjen e kockave tuaja të shëndetshme. Vitamina A ka shumë përfitime si dhe ndihmon me shikimin, sistemin imunitar dhe riprodhimin. Gjithashtu siguron që organet si zemra, mushkëri dhe veshka të punojnë ashtu si duhet. Antioksidantit si beta-karoten mund të ndihmojnë në luftën kundër radikaleve të lira në trup dhe elektroliteve të pacituara që dëmtojnë qelizat. Kastravecat gjithashtu mund të kenë përfitime shëndetësore jashtë trupit tuaj. Gjithashtu vendosja e tyre në lëkurë mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve të djegjes nga dielli, entjet dhe lëkurës së dëmtuar. Kjo është një arsye pse njerëzit ndonjëherë vendosin një ose dy feta kastraveci në sy, duke hidratuar më mirë kështu edhe shëndetin e lëkurës. Konsumi i kastravecit, sipas thelbësisë së saj, do të sjellë përfitime të larta shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar të gjitha më parë. Dëgjoni disa nga përfitimet që do të merrni nëse konsumoni një kastravec për çdo ditë. Kastravecët ndihmojnë në hidratimin shtesë të trupit. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merrni rreth 40% të konsumit të përditshëm të ujit nga ushqimi. Ai është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra nëse ju hani një kastravec në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Kastraveci ka pak kalori. Kastravecët janë në të pakën në kalori dhe përmbajnë afërsisht 15 deri në 17 kalori. Veç kësaj janë të pasura me vlera ushqyese, me fibra, me proteina, gjithashtu edhe me elemente lartë ushqyes për mbrojtjen e organizmit. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do të jetë një aleat i mirë edhe për lëndët ushqyese, të cilat gjenden edhe në pjesën e jashtme të lëkurës së tij, duke ofruar kështu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e saj. Konsumi i kastravecave në dietën tuaj në mënyrë të rregullt sigurisht që do të ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt të trupit. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastravecët janë në favor të dietës suaj për të bërë pjesë e ushqimeve të cilat ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të kilogramëve të tepërt. Kastraveci do ju ndihmojë edhe për shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për pak sekonda, ju do të keni vrarë të gjitha bakteriet dhe do të eliminoni kështu edhe aromën e keqe të saj. Kastraveci mund të ndihmojë gjithashtu edhe në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit. Kastravecët përmbajnë disa antioksidantë që reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit të lartë në gjak. Kastravecët duhet të përfshihen në dietën tuaj edhe për shkak të përfitimeve të tyre të larta ushqyese, sidomos në uljen e niveleve të stresit në trup. Kastraveci është i njohur si një përdorues për uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit. Kjo fal elementeve ushqyes që ato i ofrojnë edhe një mbrojtje më të madhe shëndetit tuaj në tërësi. Ato ndihmojnë në shëndetin tuaj të flokut dhe gjithashtu edhe në shëndetin e thonjve dhe të lëkurës. Kastravecët përmbajnë afërsisht vitamina të ndryshme siç janë vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina K, mangan, bakër, kalium, të cilat janë të rëndësishme për krijimin e një sistemi imunitar më të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo do të reflektohet tek flokët, thonjtë dhe lëkura juaj. Përveç kësaj, kastravecët janë të pasur me silici, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta, lidhjes së shëndetit. Përmbajtjet sulfurike janë gjithashtu çelësi që ndikojnë në rritjen e flokut dhe gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të tyre. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i shkencave të shëndetit,
Squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribojnë gjithashtu edhe për flokun tuaj të shëndetshëm dhe japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit të tyre. Gjithashtu, kastravecët janë një produkt shumë i mirë për sistemin tretës. Siç e përmendëm në fillim të kësaj video, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujit dhe të fibrës. Së bashku, këto të dyja lëndët ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke provokuar edhe bakterie të mira të zorëve që të rregullojnë lëvizjet e zorëve, duke parandaluar kështu problemet tuaja me kapsllëkun. Kastraveci është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për kujdesin e shëndetit të zemrës suaj. Ai është i njohur gjërësisht për nivelin e kaliumit që ndihmon muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmon që zemra të jetë gjithashtu më e shëndetshme dhe në një formë më të mirë dhe efikase. Kastravecët janë të mira për të ushtuar edhe në hidratimin e trupit. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt të përfshira vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme, sigurisht që do të jetë një mburojë fantastike në vlerat e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që kastravecin e freskët ta keni pjesë të vazhdueshme për dietat tuaja, kështu rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë të larta dhe mbi të gjitha do të ndikojnë në efektet e trupit. Ai largon erën e keqe të frymëmarrjes. Një shkak e zakonshëm është era e pakontrolluar kur bakteriet sulmojnë grimcat ushqimore të bllokuara. Lëngu i kastravecit si dhe prodhimi i përshtypës mund të ofrojë një ndihmë më të mirë kundër erës së keqe të gojës. Kastraveci mund të qetësojë problemet tuaja të lëkurës. Vendosja e disa fetave me kastravec nën sy do ju qetësojë menjëherë lëkurën tuaj. Ato përmbëhen kryesisht nga uji, vitamina C dhe acidi kafeik, një kimikat natyral që posedon veti antiinflamatore. Prej kohësh ato janë përdorur në kushte shtëpie për trajtimin e akneve dhe gjithashtu edhe djegjeve nga dielli. Kastravecët do të ulin gjithashtu edhe problemet me dehidratimin. Një kastravec mesatar përmban 194 gram lëng. Shtimi i kastravecave në ujë ju ndihmon që të qëndroni edhe më të hidratuar. Kastravecët ju ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të peshës tuaj trupore. Kastravecët kanë pak kalori dhe gjithashtu përmbajnë fibra dhe lëngje, që ju ndihmojnë të ndjeni më të ngopur dhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Përfshirja e kastravecave në dietën tuaj do t'japë një përmirësim të mirë për shëndetin të nyjeve. Kastravecët janë të pasur me vitaminën K, e cila është e rëndësishme për shëndetin tuaj të kockave. Një kastravec së bashku me lëkurën e tij do të furnizojë me 20% të sasive të nevojës ditore për këtë vitaminë, e cila është një lëndë ushqyese e nevojshme për formimin e kockave dhe disa studime kanë lidhur atë me nivele të ulta të vitaminës K, që shfaqet edhe problemi i osteoporozës. Përfshirja e kastravecit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, sipas Food Prevent, do të ndikojë pozitivisht në këto përfitime, duke cilësuar atë si një nga vlerat më të larta ushqyese. Lëngu i kastravecave është një nga lëngjet natyral më të shëndetshëm. Ai bën të mundur që të keni gjithashtu edhe një sër efektesh më të mira kundër problemeve të radikaleve të lira. Lëngu i kastravecit i kombinuar me karrotë, spinaqe dhe sallatë jeshile është një ide e mirë edhe për një recetë më të mirë në trajtimin e problemeve të nyjeve, dhimbjeve të kyçeve e të tjera. Kastravecët përmbajnë kalcium, fosfor, vitaminën A, C dhe E, vitaminë B6, B12, kolin, betain, vitaminë K, acid folik, riboflavin, tiamin, gjithashtu edhe elementë të ndryshëm të mineraleve si sodiumi, seleni, flori, potasi, zinku, hekuri, kalciumi, magnezi e të tjera. Merrni kastravec në dietën tuaj duke kombinuar atë edhe me produkte të tjera, atëherë do të keni dobi të mira për mbrojtjen e shëndetit. Kombinimi i kastravecit me një dietë të rregullt ushqyese sigurisht që do të kthejë edhe anën pozitive të tij në dobi të shëndetit. Çelësi qëndron te mënyra e përdorimit dhe sasia që e konsumoni atë në mënyrë të rregullt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.